3 ditë pas vizitës së ish presidentit Hashim Thaçi, babai i tij Haxhi Thaçi vdiq pas një sëmundjeje të rëndë. Dhomat e specializuara të Kosovës nuk treguan gjatë hënës nëse një tjetër vizitë humanitare do t'i lejohet Thaçit, duke ia mundsuar pjesëmarrje në ceremoninë e varrimit. Korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u mundëson personave në paraburgim që të bëjnë kërkesa tek gjykatësit kompetent kur ka arsye bindëse humanitare. Gjykatësit do të vendosin për kërkesa të tilla. Nëse dhe kur ndonjë informacion i mëtejshëm për këtë çështje është i disponueshëm dhe publik, ai do të publikohet në faqen e gjykatës. Juristët, duke u thirrur në rregulloren e gjykatës speciale, vlerësojnë se kjo e fundit do të duhej të aprovojë pjesëmarrjen e Thaçit. Referuar dispozitave të ligjit për dhomat e specializuara dhe mbi gjitha rregullore së procedurës dhe të provave, rregullës 56, natyrisht që lejimi i pjesëmarrjes në ceremoninë e të varrimit të prindit në mindetim hyn në domenin e rrethanave të arsyeshme humanitare për çka do të mund të lejojë një vizitë e tillë. Sipas praktikave të deritanishme, specialja nuk i ka lejuar të akuzuarit të marrin pjesë në ceremonitë të varrimit të ndonjë familjari, por i ka mundsuar vizitë disa ditë pas. Por Bajraktari beson se specialja do t'ia mundsojë Thaçit ardhjen sërish në Kosovë. Vlerësoj dhe shpresoj që dhomat e specializuara do të reflektojnë raport me një kërkesë të tillë humanitare. Javën e kaluar, gjykata e aprovoi kërkesën e ish presidentit për të vizituar Haxhi Thaçin sa ishte i shtrirë në QKK.